Sot s'kemi ardhur me pankarta. Kemi ardhur me një faturë. Një faturë që po e ngulfat jetën e qytetarëve çdo muaj. Një familje në Kosovë me 1.000 euro të ardhura mujore ka 1.085 euro shpenzime bazike. Pa lloks, pa pushime, pa kursime. Vetëm buk, vetëm rrymë, vetëm ngroje, vetëm qira, ilaçe dhe shkollë për fëmijët. Minus 85 euro çdo muaj. Çdo muaj fillon me borxhe, çdo muaj mbyllet me frikë. Paramendoni sa vështirë është jeta për ta. E lere më për një familje që ka vetëm një antar të punësuar. Aty nuk flasim më për vështirësi, aty flasim për mbijetesë. Dhe shkaku kryesor, dihet, rryma. 175 euro faturë mujore për energji elektrike. Rritja prej 21% e çmimit të energjisë elektrike nuk është reformë. Është goditje direkte ndaj familjes. Është shtytje drejt varfërisë. Energjia nuk është lloks, është nevojë bazike. Sot kjo faturë do të qëndrojë këtu, derisa dikush të marrë përgjegjësi, sepse Kosova nuk mund të qeveriset duke u ftohur shtëpinë qytetarit për ta ngrohur propagandën e Albin Kurtit.